83.000 euro është çmimi i shitjes së këtij apartamenti tek Vala Park, pranë stadiumit në qytetin e Durrësit. Jemi pikërisht kati i parë të një pallati ekzistues pa ashensor dhe me sistem kapot nga jashtë. Apartamenti është totalisht i restauruar siç më duket edhe në video. Tu jemi në ambientin e ndenjes bashkë me ato të ngrënjes dhe në hyrje kemi një korridor shpërndarës. Pra kjo është dera kryesore, nga ana tjetër kemi njëra nga dhomat e gjumit. Dhe në të majtë kemi dhomën e dytë të gjumit, dhomë krahasimisht më e boshme se sa e para, me kuzhinë të veçuar dhe me dalje nga pas, tualeti totalisht i renovuar dhe me dritare, dhe kjo hapësirë është pikërisht një depo për magazenim. Apartamenti është totalisht i restauruar, duke nisur që nga punimet elektrike e hidrolike, tualeti, patinimi i mureve, dyert të mbrëmshme dhe shtrimi me parket. 83.000 euro, 2+1 me kuzhinë veçuar dhe me një depo. Çfarë po pret? Fundi i vitit po afron dhe pse mos të gjej ai në një apartament të ri? Ju mirëpres.